Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Oda Podcast. Unë jam Manjola. Unë jam Marko. Dhe unë jam Joana. Dhe si gjithmonë kena Elvisin mrapa kamerave. Sot për ju, do na më fol për një temë e cila mendojmë që jo vetëm se e njohim si njohuri tashmë të shoqënisë shqiptare, por gjithashtu kjo është edhe pak a shumë si një smundje, kisha më thënë, morale globale. Pasionia mbi familjen. Se si sot njerëzit të niveleve të ndryshme nga ana financiare po i japin më shumë rëndësi pasionisë, financave, se sa familjes ose edhe shoqënisë që e rrethon. Si mendon ti, Manjola? Është shumë e vërtet. Vlerat e familjes janë të hup, me krahasu para 30 vjetëve, me krahasu para 50 vjetëve, nuk e vëm familjen ma në atë gradë që ka kenë. Ndoshta po, dikur kena kenë tonë të varfen. Edhe kanë bë një tetor, kanë marrë në shtëpi, s'kan pas edhe mundësi, edhe me dashur me bëj biznes nuk i pas sepse kanë kenë tonë një nivel. Edhe ndoshta ajo është arsyeja që tonë energjiti kina lënë familjes. Por tesh mundësitë janë aq shumëta sa parën gjithkujt ja ka me. Po, duhet. Edhe ndoshta kena ardhur me kena një etje prej ardhjes tonë, sepse nëse kena pas një palë tesha në raft për 20 vjet dikur, sot i ndrojmë 3-4 tesha në ditë. Kjo është ajo që ndoshta lakmimi i një gjaje më të mirë, por lakmimi s'çon kurr në një rrugë të drejtë, sepse familja duhet me kenë numër 1. Derisa me theksu në fillim të emisionit, që mos kena kaq kuptime, kjo nuk është për njerëzit që kanë vu pasoni, se ki vu pasoni shumë mirë, ki bën që ki vu pasoni, se pasonia është ajo që çdo njeri ka dhe nevojë. Por na kena si punë, domethënë, njeriu të dosh me një pasonin, të dosh me vrapu mas punës, mas biznesit, koha është shumë e limitume, pra i kushtojmë 90% ndoshta vëmendje punës, biznesis, pares dhe 10% familje, shoqënisë dhe gjanave që ne na bëjnë më shumë dashni. Po, në një fakt prej kësaj pra nuk e kena me ata që kanë pare, i gëzoshi paret, vazhdoni me bë pare, o zot sa më shumë milionera, aq më mirë është. Për një atë kena dalë prej Shqipënie të paktën, ata që kanë dalë, pason kena dalë për jetë më të mirë, për jetë të lirë. Kena dalë për një jetë më të mirë. Ata që janë të i bë ata lekë në Shqipëni, janë të i bë sepse tash vim për një prej ardhje që s'kena pas, atë na ka mungu, kjo na ka mungu aja dhe tash ndoshta të bëhen, jena bë të pangopon. Por në këtë mënyrë jena të shkatruar në një mënyrë familjet, nuk jena të i pa fëmijët ton të rrit, të hell hapin e parë, të thonë fjalën e parë, ndahen edhe familjet në këtë mënyrë, sepse nëse jeton kohën në për biznesin, në për gjana, lene që s'ki me pas dashnin, por ka me dalë edhe i tjetër. Andaj në kështu që janë hap aq shumë gjana për kësaj fjalët kaq të vogël, hapet një thes kur i thojnë me kryma. Edhe nuk din se keme kap më përpara. Por kur mundesh mi balancu këto gjana, është aja gjaja mirë, sepse prap leku na ka me tonëve, tonë punojmë ndoshta 2 punë, dikush punon 3 punë, dikush as 1 punë. Por sepse njihen rahat në atë nivel, janë okay kur i thojnë me një apartamenta, me një makine, dikush dan 2, Marko për shembull ka qef 3-4 makina. Por 3-4 makina pa punë nuk bëhen. Ç'a thotë Gjoan? Unë gjithmonë bi dakord me ju herën parë se kështu e filloi çdo bisedë. Por najna të fol më shumë për ata njerëzit që kalojnë në një ego të smur. Po pra, në ekstrem, sepse ka njerëz që e kanë atë ndoshta jetesën mirë, gjithçka, por nuk është se kina thonë edhe përpara, nuk ndryshon leku. Varet te njeriu. Se jo gjithkush, ke shumë njerëz që janë pasionik dhe din prep me allon kohën familjes, me e gëzuat pasionin që kanë me familjen. Por, si kur e thellë ti Manjol, ndoshta vetë për ka kina ardhë, se kina ardhë për një fukarallëkot shumë të madh,
edhe kina dashim dhe dona mu krahasu na të paktën që kina arë në Amerikë me njerëz këtu që janë brezmas brezit, edhe krahasohna, edhe i kina kalu. Po. Shumë prej tyne. Shumë prej tyne. Sepse kina punu fort. Po. Edhe ata që s'kanë punu fort edhe i kanë banë në mënyra tjera, edhe ata kanë rreziku një diçka tjetër, edhe është zgjellja vetë se si i kanë ba. Por gjithmonë edhe atëherë në Shqipni kur s'kina pas, ka pas njerëz që ai që ka pas pak më shumë, kajherë nuk ka ditë me allan vlerën si duhet familjes. Sepse leko, sado që dona mi është shmang, leko disa njerëz i komandon shumë. Edhe kur arrin në atë 10 pike që me të komandu leko, një atëherë ki hub gjithçka, ki hub ata gjana që leko nuk i blen. Që ma kryesorja që kina thonë gjithmonë, pasunia ma mallja është familja. E lexova një vend në fakt kur thote njeri mirë edhe njeri pasunik. Kush është diferenca? Një njeri që ka addiction të ndryshme. Jo da mi lujt, jo da mi pi kafe, da mi pi, dhe me kafe si s'del i varfën fonese, dhe më thonë një addicted në gjana të ndryshme. Po. Veta. Edhe kur shkon te një njeri mirë si thot kur jo. Sepse si me aprishe, s'mone me ullate se unë gjithmonë du me thonë pa, por është gjithmonë i varfen. Sepse unë e di që në qofë se ky person vjene ma merë mu, di që s'ka me malon se i hupë në për ata qefet e këtij personit. Ky person, kur shkon te njeri i pasun, është diferenca i thot ja. Sepse e din që s'ka për mi kthy atë pare mrapa. Tu mas mi kthy atë pare mrapa, thot duhet mi mësu një mësim këtij njerit. Që në qoftë se nuk e fiton, s'ke pse me e harxhu. Edhe thot të ndryshimi, njeri i pasun pavarësisht se dukesh i keq, por ato i dhon një mësim. Njëri i mirë, pavarësisht se duket i mirë, por nuk ashtu e mësu, është okej dhe më thonë me shku, mas mi kthy borxhet, dhe më thonë, është pak ajo ndryshimi që a me ken i mirë, a me ken i pasun. I mirë i varfen, i pasuni është pak i egër, por ata të pasunit kanë lek, sepse din ku me investu, ose din si me investu. Ja, unë prap nuk bi dakord shumë me këtë që thuti, për arsye se ka njerëz pasun, si napin shumë për shoshni. Jo mi dhan shoshnis. Në qoftë se për shembull X vjen tek ti edhe e din që është domethënë një njeri që i harxhon për shembull në kazino ose në përbigjoze, edhe pa me shku një bigjozgji te i pasun, s'ka me allan mark. Sepse din që s'ka me kthy borxhin kurr. Jo, për këtë, në këtë drejtim, jo domethënë që nuk japin të pasunit të varfnit. Por jo për me të pasunit, por për kthejmë edhe një herë një fragmentit ose një mesazhit që e kam thënë edhe një episod tjetër, që e gjem në librat fetar në Kur'an edhe në Bibël, kur thonë të mush xhepi, të shpraz shpirti. Pra, në shumicën e rasteve thonë kur njeriu bën shumë i pasun, harron me dasht. Është një shprehje tjetër gjermanëve që thonë mundoje një jetë me dash gjana që dojnë ty mrapa. Pra që dhe me thanë, nëse ti do një makinë Ferrari, ti e don atë makinë, po ja makina s'don ty mrapa. Nëse ti e don një palë këpucë bukura, ti i don ata këpucë, po këpucë nuk dojnë ty mrapa. Po ashtu vila, po ashtu sahata ose bijuteteri. Po, gjana materiale s'kan me dash mrapa. Pra, gjana që dojnë ty mrapa janë fëmia, i don të dojnë edhe ty. Bashorti, bashortja i don të dojnë edhe ty. Nana, baba, motra, vllai, shoshnia i don të dojnë edhe ty. Por këto janë gjanat më të rëndësishme. Po pavarësisht se nuk duhet mi vu në siklet njerëzit që kanë vu pare ose kanë pare, sepse s'kena kurrë me ta. Por është kjo që tu u shmang shumë kohën të ngamas lekut, të ngamas pares, hub fokusin familje, hub fokusin të fëmija, të baba, të motra, të nana, të shoshnia, pra edhe shumica njerëzve bin dakord me këtë gjë. Edhe na shpeshherë e kena pa vetin në ata situata. Ndoshta ti punu në orë më zgjatana për me blej një makinë më të mirë ose për me blej një palë vath më të mirë, bjen fjala, e ke lënë diçka tjetër pa ba. Sepse desha me thonë se i të e theksue, është mirë banë që e theksan shumë herë që na nuk ina të e ba për këta njerëz që kanë vu pare, që ka kështu ose që kanë jetën e mirë,
të shtjas na nuk jetojmë këtu në Amerikë me mendima, se e ki pas vuj herë kështu si për diçka me qesh, se shqyr Zotit, na ka pri Zoti marr edhe tani jena mirë. Domethënë duhet me nëse flasim keq për ata, jena të fol keq edhe për veti, sepse shqyr Zotit pa dash për me hub modestin, Zoti na ka pri marr me pas një jetë të mirë fillt në këtë vend. Kështu që nuk kena se fym vedin. Në kuptimin e mirë fjalës, por na jena të e thonë për ekstremet, sepse ka njerëz që nuk janë kur prezent në jetën e fëmijëve. Edhe na pretendojmë, manena, edhe thojmë si ka mundësi për shembull që filani me tanat mirat, fëmia I vet ka shku ndoshta se fëmia mund shkojnë rrugë keqe gjithsesi. Po kur ti e din që ti ja ke basa do pak hysmetin, manena aty është edhe risku I jetës. Por si ka mundësi thojmë që ka tanat mirat edhe fëmia I filanit bani këtë ose I nolli kja fatkeqësi ose kena pas ka dhe raste në shqiptar që po thamon ka kalu në një ekstrem edhe ka marrë edhe jetën e vet, ai fëmijë, pra me tanat mirat. Dhe me tha nuk është pasonia ajo që e rrit fëmin, pse na po marrim fëmin në këtë rast, edhe se ti mundohesh gjoja më kryesore për një njeri kur bahet me fëmijë, nuk ka jeta vetëm, është jeta e fëmijës vet. Edhe ti mundohesh me ja kriju sa më të mirë jetën. Nuk ka asnjë prind, sa do I keq ai prind me kanë që nuk e don me e pa fëmijën e vet më mirë me kalu prep te ai prindi që është I pasun, pra ai mendon që aty ja kriju jetën fëmijës një jetë shumë të mirë, por nuk din që fëmijës aty I mungu gjaja tjetër më kryesore që është prania prindit në shtëpi. Unë mendoj se fakti që na, sidomos shqiptarët që kanë dalë për Shqipëni dhe kanë jetuar në Shqipëni, fakti që na kena kanë shumë fukara, shumë të vujtur në kohën e komunizmit, kjo na ka bëj fije më të etën me pas diçka, se s'kena pas kur diçka. Edhe ndoshta ka herë kena hub në këtë mjekullin e përëndimit, këtë mjekullin që kena pa italian, gjerman, amerikan me shtëpia, me makina kena dash mi pa ana. Por sot I kena provuar na. I kena pa, ja kena një shien se si është. Pra, prep shqiptarët në fije mrapa me botën, po bëmi I pa sot amerikan, sidomos për na qytetën në Amerikë kena pa, që njerëzit janë të I ik luksit. E kanë pasë luksi nuk ka jeta. Janë të mundu me ba jetën sa ma thjesht. Janë të ba komunikim me natyrën, dalin e për parqër, dalin e për plazhe, në për liqenj, në për lumej, veshin ma thjesht, veshin jo me luks, nisin bicikletat. Pra, sepse e kanë arritat nivel, e kanë pa qa luksi, e kanë pa të njek dollarin, të njek paren, ke lanë shumë gjana tjera mrapa, ke harru shumë gjana tjera mrapa, dhe jeta është si një lumë që të mërë jalla dhe nuk thesh ma mrapa. Edhe kjo është një diçka që edhe na shqiptar duhet me kuptu, edhe sidomos me bë një propagandë njerëzit e merrinin me fëmijët, jo mos kesh pare, jo mos shkosh në shkollë të bash një njerëz që të kesh rrogët e mia ose të bash doktor ose avokat, por të kuptosh se koha dhe jeta nuk është vetëm pare. Duhet me pas njëri të shijosh ndoshta është më mirë të ka herë një fëmijë të njekun një flutur se të njekush një tren. M'fal Mark, duhet të ndërprej këtu se Kjarinia edhe ky brezi sot nuk I nevojë me I thonë shumë se nuk janë ai brez shumë punëtor që me zi po presin për me shku edhe me ken me balekun me kështu. Nuk I nevojë me shty vërt, se është një brez fatkeqësisht jo ton, po një brez shumë më demel. Kështu që është më tepër. Jo, m'fal më edhe një sekond. Jeta shijohet më mirë jashtë një malli të teshave, ku ka tesha produkte, të konë në një park, në një liqen, se sa në mall. Jeta shijohet më mirë të shku me shok, me dal me shetit, me pa një zog, me pa një flutur, me pa një pemë, se me ne ndrym me ata gameat, me ata kuftjet në vesh, me lujt aty për para ekranit. Pra, këto janë disa gjana që njerëzimi dhe në shqiptar fatkeqësisht I kena hub dhe po e hubin, po inshallah njerëzit kanë me bë qef edhe me luksin, kanë me bë qef me makinën, me teshën e bukur, me vilën e bukur dhe të kthena sepse jeta është më e bukur kur e shpenzon kohën tonë me gjërat më të thjeshta, me gjërat që ne ka fal natyra, ne ka fal Zoti. Por më kthyt ajo që thati ti thrasim rinin, fatkeqësisht rinia që ka një prind aq të pasun, nuk ja dini herë vlerën aty në lekëve, sepse prindi, nga që s'ka kohë më marrë me te, ka mi thonë që ku I ki këta lekë edhe e bën çat dush. Ka mi ja ble kohën me lek. Po.
edhe da me ja blej dashnin me lek. S'ka gjë, që ku I ke lek. Jo, po them atë kuhen që I mungon ja blej me lek. Mungesën që nuk pranin e ti, thot, s'ke pranin teme që ku ke lek edhe kujton që ai bësh lek, nuk mushet me lek. Pavarësisht se në ata momente edhe fëmia ka I herë në fundit shikan pak interesin, mundem me blej një makinë, mundem me shku këtu, mundem me bë këtë, mundem me bë, shkon edhe fëmia në atë në ekstremet, edhe as nuk I shkon në përmend, as nuk ja din vlerën në fakt lekëve, sepse leku I lehtë e shpenzon pa pikën e dhimbs. Një ashtu si të vjen, një ashtu sepse, ashtë $100, po me punu për një ata $100, po të diftej vetë se ke njerëz që punojnë ton ditën për $100. Edhe ma pak, por hajtë se po e marrim $100 si numër. Edhe kur të vinë puna me harxhu atë $100, për zotin mendohet 2-3 herë ku do me harxhu. Por në qoftë se unë fëmijës tem I tham çka ku I ke $100 edhe shka harxhej me shok, ako mu menu 2 herë. A e din se sa ka vlerën ai lek? Absolutisht ja. Bele pa me dhoni $100 fëmijës të lastum, thot pse ma kaq pak? Po, në fakt ai fëmia din më shumë vlerën lekut se sa pranisë të prinit, sepse me një atë lek ka mësu, me praninë e prinit nuk ka të mësu. Ndryshon atëherë pozicioni. Po, dhe me thanë se Marko e përmendej shumë punën e kohës. Dhe me thanë leku blen gjithçka përveç kohës. Ko da një koncept I ri, e kam lexuar dikun dhe kam një gjuhë dikun këto në për kanalet televizive në Amerikë, ko thot që njëri për me dashme e kuptu taman se si a koha dhe leku dhe jeta që na rrethan, në kjo se ti shkon me blej një palë këpuc dhe ato palë këpuc kushton $100, mos e mendo se kushton $100, po mendo sa orë ki punu ti për $100. Nëse ti ki punu 8 orë për $100, ata këpuc kushtojnë 8 orë të jetës tane. Kjo se ke blej një makinë dhe ke punu 5 vjet për atë makinë, pra ajo makinë kushton 5 vjet të jetës tane. Në kjo se na e masim këto gjana me jetën tonë, atje do vlerësojmë jetën dhe kohën tonë më shumë se kena investuar deri tash, sepse parja është një letër, por në faktikisht parja është koha që na kena marrë për jetës për me harxhu që na të shijojmë. Pra dhe një herë mendoj sa më thjesht, aq më mirë. Po. Edhe ma shumë mundesh me shiju jetën. Por në qoftë se ti ke shku mi blej palë këpuc, edhe atë $100 e ke marrë për 3 sekonda se I ke thonë bab se nanë s'm duhen $100, ama sa s'm ka kushtu në I gjoj, se kanë sa mi thonë... Për njerëzit që punojnë. Po flasim për ato që janë të dhanun mas lekut, edhe lekun e shpenzojnë pa dhimbë, sepse I vjen lirshëm jetën e tyne. Na tina sinqert, më fal gjona një sekondë, ne sinqert, pavarësisht na migrantët ku jetojmë në Gjermani, Itali, shohim si jetojnë edhe të në Suedi, në Zvicër, në Amerikë, na jena ndoshta ata që bin viktime këtyre gjërave, sepse shumica amerikanëve që kanë lek nuk janë abin fëmijëve pare si janë abim na. I qojnë fëmijë, paguajnë ndoshta me $1,000 me qenë shkolla private, paguajnë $1,000 me qenë në universitete, me I bë avokate, me I bë doktor, por nuk I nabin fëmijët 16 vjeç makinën $100,000. Na shqiptarët e bajnë, si e thash në fillim, nga që kena këtë varfën, hamashtë se kam pasën të ketë fëmija. Pra, bëm disa gabime ka herë edhe pa dasht. Pa dasht, nemen të dashnis, sepse hajtë se po ja bëj atë që nuk kam mujtone, por jena të I lastu dhe të mas kriju një brez të fort. Plus, na burat I lastojmë gratë shumë. Si shumë të fol. Po, se jo, kështu dini me vajnë leksione. Mas kalojmë të burat edhe gratë. Po, du me shku me ba flok, du me shku me ba thejt. Edhe herë, na nuk ina të fol për burat as për gratë as që dëna me ba, ne na të fol edhe herë për ata ekstremet. Se thame, shumë mirë, sidomos për shqiptarët, është një njëri knatësi kur e shefa tjetrin që është mirë, është ka një jetë prallore, ku ka ma kërnari, sidomos për shqiptarin, du të mundi njëri mirë. Sepse vetë në fundit e ka ba me mundin e vetë. Por nejna të full prep për ata që dalin komplet për asaj rrugës njerëzore, edhe për vetë se vedin që e kanë hup atë kohë tjetës vetë edhe nuk janë kur të përmushën, janë të lanë shemull edhe të familja vetë, sepse ti të mësu fëmin një atë mënyrë. I të mësu fëmin që nuk ka rëndësi me kënë ti I pranishëm, ka rëndësi vetëm qatë lek.
Tash do të thonë diçka. Du me thonë diçka No, vetë. prej se pa thamoni. Prit para një sekond. Po ka diftu producenti sot i Barcolet. A e Edhe ajo Barcoleta ishte që do më bë kur të rritesh. Edhe thot, kur të rritem du me pas 15 milion dollar si baba jem, aja është dëshira jeme. E thote, pse ki babin milionera? Jo, ma dëshire kolla, i ditë mi pas. Po dhe më në fëmija që ti... E bukur shumë kja, e bukur. Publicitet ishte, ja. No, deshta me thonë që janë dy lloj pasanikësh, por sidomos në shoqërinë shqiptare, mos ta përmendë që kanë shumë varfë, janë dy lloj zënxhinsh, i thirrën. Zënxhin të vjetër dhe zënxhin i ri. Ky pasanik i ri faktikisht ka hera shumë e rrezikshëm. Pse? Sepse para nuk blen klas. Para nuk bën njëri, nuk bën intelektual, nuk bën as të mëshëm, as nuk bën zotni. Pse mundesh me ble një kravatë, një kollare, edhe një kostum, nuk dhe me thënë ti i bëj intelektual. Okay? Pra, e para punë se i ke pare, je milioner, e para punë duhet me ditë si me la lamët, si me ditë me prej thëjt, si me ditë me majtë higjenën, se ti është milioner, të vini era kesh e gojës, ose ti kesh të thëjt i kaq e të nëjt, zdi me majtë vetin, i e këtë. Pra, kja është një kritik nështë për një pakicë vogël, po edhe jo pakica vogël, shkoni para pas qysh edhe kontrolloni vetin, kush është milioner. Ka para dorë, janë dy lloj zënxhin. Në dorë të horit ka në valtham dikuj, por kja që thuti është e vërtet. Klasi nuk blehet, sepse mundesh me pa një njëri, në qoftë se ka klas edhe ka një fustan, një bluzë, një gjë $10, duket 100 herë ma i kenon se dikush që nështë ka bë $1,000, sepse klasin e kanë, nuk është i blem, klasi nuk është i blem, publicitet tesh, sepse Marku ka një Barcolet. Jo, është një Barcolet, po më ja, para se me thonë ti Barcoletin, du me lidhë një herë se du me ju fillu me ju në prej, elon ju, se ma nejna mik mendimi dhe s'ka kuptim, ma si të tush ti Barcoletin. Edhe si thot për punën e klasit, se dhe me thonë nuk është qa vesh, është kush e vesh, a gja. Kështë që mundesh me pas diçka shumë shtrejt, edhe prep mu duk diçka shumë e lirë edhe e rëndomt, edhe mundesh me pas një diçka krejt normale, edhe i jep ti vlerë asaj, nuk nep ty vlerë. Pavarësisht se kanë thënë veshja kupilesha dikur, por nuk ja, me thënë drejtën, është e vërtetë e veshja kupilesha, por varet se kush është, sepse mundë me thënë i kanë pa njerëz kur i thonë ka me kry, i kanë mbledh ton llojet e brendave të veshuna, edhe për futbollit s'duket klasë edhe pik. Ju e keni për femnat, po kuptoj në zhanë. Ja, po mendosha ishte mashkull. Pas me thënë Barcoletin ai diçka tjetër, se gjithmonë thuaj keni për femnat. Me thënë drejtën janë bë meshkujt më keq se femnat. Të shitmen, janë bë meshkujt, dikur mashkulli ka shitmen për i makinë, je shitmen, po të me thonë, janë i mirë me tiftu, a kërnu. Tesh janë bë meshkujt më keq se femnat në të tana llojet e mënyrave. Edhe të veshja, më falë, edhe të veshja. Sa e veshjes, meshkujt me kanë Burberry këto, Gucci, rrypin, edhe këpuc luj. Dakor, e kuptoj në gjanë se është shumë gabimaja gjanë, po femnat janë kishin kënë gjallë, ata nuk dhja janë gjallë këta, po kishin kënë ata gjallët, kishin po se kush i vesh ka i herë, ata kishin falimentu vetë me dëshirë. Për punën e pasanikve, dhe se me thani Barcolet pak shpejt, sepse minutajë ka shumë rëndësi këto. Një fëmijë i lem në Amerikë, i thot baba, ishte një 10 vjeç, kishte lënë në Amerikë, i thot, hajde të bashkojmë vendinje. S'ka si në Shqipëri në Kosovë tërse nuk du që me më shoh. Shkon ku mrinë aty në aeroport, nalën te një restoranti luks. I thot i biri, bab, kush e ka këtë marr bab, këtë restorant ka zbukur në Shqipëri. Te shijadi nuk e një, i thot, një maskara, një maskara. Mirë. Në nesër shkojnë të një pishinë atje, të pishinat prallore atje, ba, kush e ka këtë pishinë, kja prallore, kja $1,000,000, një maskara, i thot, një maskara. Ku shkojnë atje të hoteli me 5 syje, me luks, me xhama atje, me varanda, me një tjetër, i thot, bab, kush e ka më bab këtë hotelin këto, shqiptarë ka që pasën, një maskara, bab, një maskara. Kështu vazhdojnë pushime, kthehet djali në Florida, pra në Amerikë, edhe i thotë, ma se i kalove bjok, na që në, pëlqet të Shqipënia, marova të shumë e bukur. Pa e thë si,
Të mami thot, unë nuk du më ba ma doktor, kur të rritem. Pse maj mami thot, unë du bëhem maskara. Si më maskara? Po maskara tha kishte pishin, kishte hotel, kishte makinë mirë, kishte tana. Pra që ka herë, kja është pak si humor. Ka herë si... Por janë dur të hurit. Kjo zëngjini I ri janë ndryshe me zëngjinin e vjetër. Sepse dikur tregtar shqiptar janë kënë zotni, sepse kanë kryer shkollat në për Vjenë, në për Firenze, në për Paris, në për Gjermani, andaj e këte kanë pas marrë një farë, si me thanë, diplomet për degën e tyne. Kurse sot mundesh më ba tregtar edhe pa shkollë. Sepse fatkeqësisht, sidomos në vendin ku jetojmë na, ku kena jetu na, dhe ku jetojnë shqiptarët, janë disa rryma tjera nën tokë, të cilat të bajnë të pasën, edhe kanë nevojë për një temë tjetër që na nuk mundna me e bën, sepse kena thënë se do ta bëjmë. Por e diskutojnë shumë atje në për vendet tonë dhe e din vetë ata. Dhe mund ta komentoni vetë ju në këtu në podcastin tonë. Ke edhe njerëz si ka ken Bill Gates që s'ka marrë shkollën e lartë? Po, ke shumë njerëz që janë dhe me thonë super të pasën që nuk kanë pas nevojë për shkollë edukim me shkollë të lartë. Por, pavarësisht se janë pro e shkollës së lartë, por more power to you, dhe me thonë që ose mundesh me arrit Bill Gatesin me të ardhunat e ti pa shkollë. Të që të avuat e shumë në LDV standardin për me arrit. Po, thamë gjanë, unë e kam që njëri të të mi majnë bilans do gjanë. Unë e kam shok një personalisht këto në Michigan që janë milionera. Sinqerisht janë milionera. Por asë njerëzit që nuk e njohin, nuk e din se është e milioner. Pse janë kaq të thjeshtë, janë kaq të mohabetit, janë kaq të dashtën, kaq të respektueshëm, sa që ti nuk mundesh me kuptu se ai është milioner. Në përgjithësi, ata që janë... Pra, ta për mendimin e janë njerëz cilë janë e meritojnë, me thanë. Taman me kenë pasani, se janë edhe njerëz intelektual. Janë njerëz të thjeshtë, janë njerëz të cilë nuk të vend ty në pozit që mundi inferior ka shitetë, se ai ka më shumë pare dhe ti nuk ke. Tash, desha me dalë një vend faktu në Amerikë, në Shqipni mundesh me kenë milioner, sepse ke tokën tonë dhe as pagun toks, as pagun këto. Këtu mundesh me pas shpinë 10 milionëshe, po si pagove një $100,000 toksa, fill ta marrin shpinë, dhe me thonë, në fund të fundit, si ki hyp atje sipër, po, kapitalizmi mundesh po, është vërtet. Kapitalizmi nëse mundesh më çu milioner, mas nëse mundesh më çu fukara, janë këta është ekonomia e kapitalizmit aq shpejt, dhe aq rënd, dhe aq bukur, dhe aq frikshme, sa që ka shqetësionet e veta dhe nuk I di se si muhet me të ardhë. Dita, koha, jeta. Dhe me thënë shkojmë prep të kja që nuk të pret makina, kur të bish, po të presin këta njerës të shpis, familja, shoshnia, njerës që të kanë ndaj offer, kur ki ken ala po shkua të ku je. Prep na jena dona edhe me për myll, pak këtë episod, sepse nuk dona prep mu zgjodha shumë edhe me u bat përsëritshëm, por prep na jena të thonë për ata ekstremet. Jena të lanat mendimin tonë se sa e vlefshme është koha, sepse koha është e vetmja gjë që nuk merret më mrapa, koha është e vetmja gjë që leku nuk e blen gjithçka tjetër përveç se kohën e humun. Kështu që mundojeni që me e mush atë kohën tuaj dhe me shiju, sepse jeta është e shkurt. Edhe në fundit, si kur e kina thonë gjithmonë, kur të shkojmë në botën tjetër, kina me shku komplet një ashtu si kina ardhë. Edhe vetëmja gjatë që kina me lanë mrapa, janë ata kujtimet. Edhe gjanë ma kryesore ata kujtimet me njerëz që taman ja ka vlejt, që janë ma shumë se kur gjatë familja. Këtë kisha rrët dakord me tëna këta që tha Joana, ka I herë disa njerëzve japim shumë prej kohës tonë dhe kur vjen fundit thojnë po s'ke bane I gjave që kohën ke lanë, pa ja është e që s'kthehet masë, nështë pa me të palani bluz ma kishe këthy mrapa, por kohën s'mundesh me ja kthy kërkujt mrapa, kështu që vlerësoni I jepni atyne që I meritojnë dhe mos vërtetit në fakt atyne që I meritojnë edhe vetvetes, sepse në qoftë se keme shku gjithmonë pun, as ti s'keme marrë kohën mrapa, kanë me të kalu vitet edhe duhet edhe ti me pas kohë për veti, sepse veti është shumë I rëndësishëm.
Unë kisha me thënë diçka tjetër, që për tonë emigrantat, ti përfshi edhe vetin, të mundona të bëjmë dalek i tërsa pranë vera, se për në vjen vera, e shkojmë në Shqipni, e ti harxojmë në Shqipni, në për plazhet tona, në për hotelet, restorantet të tyne, sepse vendi jonë, Shqipnia, është një në vendet më të bukura të Evropës, ndoshta edhe të botës, shkojmë të shijojmë se nuk ka vend më të bukur se Shqipnia për me harxhu lekën, për me harxhu kohën tonë, sidomos pushimet nga lodhja e madhe që na emigrantat kena këtu në për vendet e huaja të botës. Edhe këtij emisionit i erdhi fundi, edhe prej unë Manjols. Natën e mirë. Natën e mirë dhe miropafshim episodin tjetër. Mirupafshim. Mirupafshim.